LSDM akuzoi pushtetin për bllokim të fondeve IPAR 3. Sipas partisë opozitare, Komisioni Evropian ka pezulluar pagesat për shkak të korrupsionit nga VMRO DPMNE dhe si qeveria ka heshtru për këtë vendim për 10 ditë. Ata kërkojnë përgjegjësi. Изолација од Европската Унија. 10 дена власта молчи за оваа одлука. Европа реагира и испраќа јасна порака дека корупцијата на ДПМНЕ не се толерира, одговорност мора да има. Ова е најголемиот скандал со европски пари во Македонија, загрозени се 130 милиони евра од ИПАР 3 пари за земјоделците. Nga Ministria e Bujqësisë përgënjështruan duke thënë se opozita po përpiqet të manipulojë opinionin. Nga Ministria bëjnë të ditur se Komisioni Evropian nuk ka marrë asnjë vendim për pezullimin e mjeteve nga programi IPAR 3. Në takimet me përfaqësuesit e Komisionit Evropian është paralajmëruar marrja e kontrollave shtesë lidhur me lëndët tashmë të përfunduara. Pas përfundimit të verifikimeve dhe kontrolleve nga institucionet kompetente, zbatimi i programit IPAR 3 do të vazhdojë pa pengesa. Theksojmë se Maqedonia mbetet e përkushtuar në shfrytëzimin e fondeve, gjë që dëshmohet edhe nga fakti se aktualisht në nivel rajonal në zbatimin e programit IPAR 3 kemi një shkallë shfrytëzimi prej 7.3%, që është më mirë në krahasim me vendet e rajonit me njëherë pas Turqisë. Kujtojmë se për rastin me fondot IPAR më 6 nëntor, policia arrestoi 5 persona, mes tyre zyrtar shtetëror dhe ndërmjetës për dyshimin për rishfet, ndikim të paligjshëm dhe nënshkrim të paligjshëm të marrëveshjeve për fondet IPAR.